Kur lexuesi shqiptar hap telefonin në mëngjes, betejë nuk është më kush e ka lajmin, por kush e servir më shpejt, më fort dhe më besueshëm, apo kush të vendos gjobën e radhës. Fakt ky i provuar nga quvëndjet e pandalshme që biznesi ka mbi supe, por edhe i mbështet, dhe kur pushteti i përdor për propagandën e saj, plot dogma e mashtrime, justifikime apo për të krijuar kakofoni dhe denigruar kundërshtarët dhe deri te zërat e lirë. Disa funksionojnë si grup i strukturuar kriminal në shërbim të pushtetit dhe marrin përfitimet e tyre edhe nga gjuvëndje dhe kanë buroj politike. Të tjerë kanë gjetur hapësirë për të mbushur xhepat e tyre, duke shkruar në hapësirën e zhurmshme online deri në kërcënime dhe kanosje. Sjellja e shumë portaleve anonim por edhe të njohura për qëndrimin e tyre politik dhe me emra konkret është skandaloz. Portale që përdoren si hiena për të shqyer qytetar të pakënaqur me qeverinë që drejton prej plot 13 vitesh dhe mbuluar me skandale, afera, korrupsion, vjedhje dhe kjo e provuar me vendime gjykatash. Propaganda që paguhet me lek korrupsioni dhe gjobash biznesi shërben për të fshehur vjedhjen nëpërmjet korrupsionit dhe keq menaxhimit të miliarda lekëve nga buxheti nëpërmjet tenderave, investimeve apo koncesioneve. Pikërisht këtu nis ky rishikimi portaleve informative shqiptare. Në një treg mediatik ku klikimi shpesh vlen më shumë se verifikimi, ku titulli vërtet dhe përmbajtja jo gjithmonë e mban peshën e premtimit. Portalet informative në Shqipëri nuk janë thjesht faqe lajmesh, një grup faqesh janë aktor politik, filtra të opinionit publik, ndonjëherë megafon të interesave dhe në rastet më të mira, mekanizma denoncimi që çojnë çështjen në qendër të vëmendjes. Problemi është se publiku sot nuk po përballet vetëm me pyetjen çfarë po ndodh, por me një pyetje edhe më të vështirë: kujt duhet i besojmë? Çfarë ka ndryshuar? 10 vite më parë ritmi i tregut ishte tjetër, kishte më pak lojtar, më shumë qartësi në burim dhe më pak presion në rrjetet sociale. Sot tabloja është e mbingarkuar, portale të mëdha, faqe anonime, profile që imitojnë media, ripublikime pa autor dhe një gare egër për të kapur valën e parë të trafikut, përtejti dhe gjobvënia. Kjo me fakte e provuar nga prokuroria dhe policia, që shpesh kanë sjellje selektive. Kjo bën dhe diferencën për të kuptuar se si linçohet biznesi dhe individ të lirë apo media për interesa kriminale, këto të provuara në shumë raste. Gara egër. Kjo ka sjell një paradoks të fortë. Nga një anë, publiku ka më shumë akses në informacion se kur më parë, nga ana tjetër, ka më pak siguri se informacioni është i saktë, i plot dhe çliruar nga manipulimi dhe gjovëndja. Shpejtësia është kthyer në standard, por standardi profesional jo gjithmonë ka ecur në të njëjtin hap. Portalet shqiptare janë bërë më agresive në tituj, më të fragmentuara në strukturë dhe më të varura nga performancat e çastit. Artikulli shpesh shkruhet për të fituar garën e minutës, jo për të mbijetuar testin e ditës. Dhe kur ky model përsëritet, redaksia gradualisht kalon nga informimi te prodhimi mekanik i trafikut, pa lënë më njanë qëllimet kriminale. Shpejtësia kundër besueshmërisë. Ky është konflikti kryesor i medias online shqiptare. Të jesh i pari ka vlerë, të jesh i saktë ka më shumë, por tregu shpesh i shpërblen ndryshe këto dy gjëra. Një portal që nxjerr një lajm të pakonfirmuar mund të marrë valën e parë të klikimeve, por gënjeshtrimi vjen më vonë, por trafiku është marrë. Kjo ka krijuar një kulturë problematike. Fjalisi mësohet, dyshohet, burime bëjnë me dije se, përdorin një rrallë si mburoj për mungesën e konfirmimit. Në vetvete përdorimi i burimeve jo publike nuk është problem. Gazeteria serioze jeton edhe me burimet konfidenciale. Problemi nis kur burimi bëhet alibi për të publikuar gjysmë produkte editorial që kur përdoren për qëllime të tjera, si gjovënia, janë kriminale. Lexuesi i zakonshëm e kupton shumë mirë kur po i shitet zhurmë. Ai mund të mos njeh çdo standard teknik të gazetarisë, por dallon boshllëkun, dallon kur titulli premton skandal dhe artikulli ka 3 rreshta me qëllime të tjera, jo informimin. Dallon kur lajmi është riciklimi i një postimi në Facebook. Dallon kur portali përdor fjalë të rënda pa sjell asnjë fakt të ri. Titulli si kurth, jo si hyrje. Një pjesë e madhe e krizës së portaleve shqiptare shihet te titulli, jo sepse titulli duhet të jetë i butë, përkundrazi, titulli duhet të jetë i fortë, i qartë dhe me peshë, por shumë portale e kanë kthyer në kurth emocional. Premtimi është maksimal, përmbajtja minimale. Një zhvillim i zakonshëm paraqitet si tronditje kombëtare, një reagim rutin shitet si përplasje historike, një dyshim ngrihet si fakt i kryer. Kjo lodh publikun dhe e bën më cinik. Pas disa eksperiencave të tilla, lexuesi nuk bëhet më informuar, bëhet më mosbesues. Ka edhe një kosto më të rëndë. Kur çdo lajm paraqitet si urgjent, humbet pesha e saj që është vërtet urgjente. Në atë moment, portali nuk po i shërben më publikut, po i konsumon vëmendjen.
ku ndahen portale serioze nga portalet e rastit. Në një rishikim të portaleve informative shqiptare, diferenca nuk bëhet vetëm nga teknologjia apo dizajni, thelbi është editorial. Portali serioz e dallon veten në disa pika kyçe, mban linjë të qartë, korrigjon kur gabon, dallon lajmi nga opinioni dhe nuk e fsheh mungesën e informacionit duke mbuluar me fjalë boshe. Portali i rastit bën të kundërtën, ngatëron komentet me faktet, kopjon pa filtr, nxit emocionin e shpejt dhe nuk ban përgjegjësi për pasojat. Mund të duket aktiv, por aktiviteti nuk është automatikisht gazetari. Kjo ndarje bëhet veçanërisht e dukshme në temat e nxehta politike, në kronik dhe në çështje me ndikim publik. A dy shihet nëse redaksia kërkon të ndriçojë një ngjarje apo thjesht të hip mbi të? Politika, biznesi dhe hijet mbi pavarësinë editoriale. Le ta themi troç, tregu mediatik online në Shqipëri nuk lëviz vetëm nga interesi publik, lëviz edhe nga interesa politik, ekonomik dhe klienteliste. Kjo nuk është teori, shihet në selektivitetin e temave, në mënyrën si trajtohen figurat e saktuara, në heshtjen e çuditshme për disa skandale dhe në zgjedhjen e tepruar për të fryrë të tjera. Asnjë media nuk është krejt neutrale, edhe zgjedhja se çfarë mbulon është një akt editorial, por ka ndryshim të madh mes një qëndrimi editorial të deklaruar dhe një përdorimi të fshehtë si instrument presioni ose mbrojtjeje. Kur portali humbet autonominë, lexuesi e ndjen, jo gjithmonë me njëherë, por patjetër me kalimin e kohës. Pikërisht këtu testohen redaksit që e shohin veten si media dhe jo si tabel njoftimesh për interesa të caktuara deri kriminale. Të jesh kritik ndaj pushtetit nuk është mod, është detyrë, por kritika humbet vlerë kur përdoret në mënyrë selektive, sipas klientit dhe momentit. Çfarë kërkon realisht publiku shqiptar? Shpesh në vlerësohet lexuesi. Portale të ndryshme sillen sikur publiku ha çdo gjë që i hidhet në ekran. E vërteta është më ndalikuar. Po, publiku klikon edhe lajme të lehta, edhe kronik të fortë, edhe tituj sensacional, por në të njëjtën kohë kërkon 3 gjëra shumë konkrete: shpejtësi, qartësi dhe arsye për të besuar. Një qytetar që ndjek zhvillimet politike nuk do vetëm deklaratën, do kontekstin, do të di kush përfiton, kush humbet, çfarë fshihet pas një vendimi dhe pse duhet t'i interesojë. Një lexues në diasporë nuk kërkon vetëm njoftim, kërkon të kuptojë temperaturën reale të vendit, jo versionin e sterilizuar të ngjarjes. Kjo është arsyeja pse mediat që mbijetojnë me identitet të fortë editorial kanë avantazh. Ato nuk shesin vetëm informacion, shesin filtr, instinkt dhe vazhdimsi. Nëse e bëjnë me përgjegjësi, krijojnë besim. Nëse e teprojnë me zhurmën, digjen shpejt. Teknologjia ndikon, por nuk shpëton gazetarinë e dobët. Shumë portale kanë investuar në faqe më të shpejta, njoftime push, video të shkurtra dhe shpërndarje agresive në rrjetet sociale. Këto janë mjetet e dobishme, por nuk zëvendësojnë përmbajtjen. Një infrastrukturë e mirë mund ta dërgojë lajmin më shpejt e publiku, nuk mund ta bëjë lajmin më të vërtet. Madje, ndonjëherë teknologjia e përkeqëson problemin. Sa më lehtë të jetë publikimi, aq më i madh është tundimi për të hedhur online gjithçka pa filtr. Redaksit serioze përdorin teknologjinë për të përmirësuar ritmin. Redaksit e dobta e përdorin për të shpërndar kaos më shpejt. Audienca nuk mbahet vetëm me nxitim, mbahet me koherencë editoriale dhe me prova se redaksia di çfarë bën. Kjo do të thotë më pak riciklim, më shumë verifikim, më pak mjegull, më shumë emra, dokumente dhe përgjegjësi. Do të thotë gjithashtu të rikthehet dallimi mes lajmit të thjeshtë dhe materialit që meriton trajtim analitik. Jo çdo zhvillim kërkon ulurim, jo çdo deklaratë është lajm, jo çdo konflikt në rrjet është çështje kombëtare. Për media me profil të fortë, si CNA.al, sfida nuk është të zbuz tonin për të dukur e pranueshme. Sfida është ta mbaj tonin e fortë të lidhur me fakte, ritëm dhe kujtesë publike. Kjo është diferenca mes gazetarisë që bën një hon për një orë dhe asaj që lë gjurmë më gjatë. Në fund, lexuesi shqiptar nuk ka nevojë për më shumë portale që përtasin, denikruese apo gjoba xhinx të sponsorizuar nga pushteti dhe mbështetur nga shteti. Ka nevojë për portale që shohin drejt, flasin qartë dhe nuk tremen të prishin rehati kur faktet e kërkojnë.